Mirëkuptimi për autizëm shpesh vihet në provë pikërisht në momentet më të vështira, por pas këtyre situatave, fshihen sfida që shumë familje i përjetojnë çdo ditë. Në episodin e radhës, podcasti Ndryshe por bashk solli historinë e Valentina Kondaj, nënës së 2 djemve 27 vjeçar me autizëm, e cila rrëfeu vështirësitë e rritjes së 2 fëmijëve me autizëm. I thosha fillimisht Brigildës të arrita ngrej Mario nga krevati, do jetë arritja më e madhe. E kisha, thik në zemër që djali nuk ngrije fare nga krevati, më dhem të shpirti, që pse djali ka që të rishtri në krevat. Vetëm hante dhe shkon të shtrije prapa tje. Për sa kohë vazhdoj kjo situatë? Për shumë vite tash i shkoj 6-7 vite ajo pjesë. E kisha, më dhem të shpirti që djali zonte të çojë nga krevati, nuk pranonte njëri të hynte në shtëpi. As të ndërmerje të jepje diçka me dikë, ama as gjë, vetëm ne të 3 bashkë, kudo, pa ndërhyrjen e askujt. Është një mrekulli vërtet sot. Për mua është arritje shumë e madhe. Jam shumë falenderuese. Nëna e 2 djemve me autizëm ndau disa këshilla për prindërit që ndodhen në të njëjtën situatë. Prandaj pjesa e bashkëpunimit terapist prind edhe fëmijë shumë e rëndësishme. Sepse ti duhet të punosh me fëmijën, por ndërkohë duhet të trajnosh edhe prindin. Edhe prindi. Duhet të kenë të njëjtin rrugtim si terapisti edhe prindi. Duhet bashkëpunim të 2 bashkë. Ato që ja mëson terapisti mos t'ia kthejmë mbrapsht prindi, kështu që duhet një bashkëpunim shumë i ngushtë, shumë i afërt me terapistin. Prindi, nëna, babai, të afërmit të gjithë, mos të veprojnë në kokën e tyre, por me këshillim nga terapisti. Vetëm ashtu mund të arrihet, ndryshe s'arrin dot. Në këtë episod të podcastit Ndryshe por bashk, i ftuar ishte edhe logopedi Elis Musaraj. Musaraj u ndal te komunikimi, për të cilin tha se çdo person pa zë verbal ka mendime dhe nevoja që duhet i shpreh. Logopedi e vuri theksin te mungesa e disa shërbimeve kryesore dhe mbështetja afatgjate. Elis, çfarë duhet të bëj shoqëria jonë më shumë? Çfarë duhet të kuptojë rreth personave të cilët ndoshta janë jo verbal? Atëherë, shoqëria jonë duhet të kuptojë që komunikimi nuk është vetëm fjala. Duhet të kuptojmë që çdo person pa zë verbal prap ka mendime, ka emocione dhe ka nevoja të cilat ai duhet t'i shprehë. Pra, të gjithë duhet të mësojmë se si t'i kuptojmë edhe si të dëgjojmë këta persona. Përsa sot në shoqëri mungojnë shumë shërbime, mungon mbështetja afatgjat, mungojnë shërbimet për adoleshentët dhe të rriturit, mungojnë shërbimet dentare, shërbimet mjekësore, edukimi në shkolla, edukimi i shoqërisë, janë probleme të cilat besoj çdo familje që ka të rritur me autizëm i has. Në përfundim, të ftuarit vun theksin te bashkëpunimi mes prindërve dhe terapistes, si mjetin kryesor të zhvillimit të fëmijëve. Valentina, një prind i cili ndodhet në situatën tënde, çfarë do t'i thoje? Çfarë këshille do t'i jepje? Duhet të bëhet shumë i fortë. Duhet të marrë forca. Për dashurinë që ka për fëmijën duhet të bëj gjithçka. Unë këtë kam bërë për vete. Dhe them Zot faleminderit që më dhe forcën, e kurajën për të ecë përpara. Dashurinë që kam për fëmijët nuk e krahasoj me asgjë tjetër në botë, ata janë gjithë bota për mua. Kështu që duhet të marrim forca në shërbim të fëmijës. Dashuria për fëmijën është shumë e madhe dhe duhet të luftojmë për atë. Përmes këtij episodi, podcasti Ndryshe por bashk solli një mesazh të qartë për familjet dhe komunitetin. Fëmijët me autizëm duhet të mbështeten dhe ndihmohen nga shoqëria dhe vetë familja për të ecur përpara. Më shumë informacion, më shumë empati dhe më pak paragjykim mbeten hapat më të rëndësishëm drejt një shoqërie më gjithëpërfshirëse.